Partitë opozitare shqiptare kanë kritikuar në vazhdimsi qeveritarët për sistemin qytet i sigurt, i cili që dje ka nisur të jetë plotësisht funksional. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, në emisionin Debat në Shenja, ka shprehur shqetësime dhe dilema lidhur me projektin, duke vënë në pa mospërputhje mes investimeve teknologjike dhe gjendjes reale të infrastrukturës në disa komuna. Sela theksoi se komuna e Çajirit, e cila sipas tij nuk ka infrastrukturë të zhvilluar siç duhet, po pajisjet me teknologjinë me bashkohore në komunikacion, gjë që ngre pikpyetje serioze për prioritetet e pushtetit. Por nga ana tjetër, unë nuk e kuptoj pse për çka do duhet që qeveria të shpejtojë dhe ky ligj të kaloj pa ndonjë debat të mirëfillt, pa u hap disa tema të rëndësishme sa i përket projektit, me që është i rëndësishëm si projekt sipas qeverisë, edhe sipas nesh, nuk ka asgjë të keqe. Sela gjithashtu theksoi se është e pakuptim që një komunë me infrastrukturë që nuk i ngjan këtij shekulli të ketë teknologji më moderne në komunikacion, apo që numri i kamerave në Çajir të jetë më i madh se në komuna të tjera.